Dinamikat në shtëpinë e Big Brother VIP po marrin përmasa të reja dhe këtë herë analizat e banorëve nuk po limitohen vetëm tek njëri tjetri, por kanë kaluar edhe tek vetë moderatori i programit. Gjatë ditës së sotme, Roger Sterkaj ka surprizuar ndjekësit me një deklaratë drejt për drejt dhe akuza të forta ndaj Ledion Liços, duke pretenduar se ai po mban anësinë e lojë. Rogerti ka shprehur bindjen e tij të plotë se Ledioni ka një të preferuar mes konkurrentëve. Sipas tij, vëmendja dhe favorizimi i moderatorit anon dukshëm nga Brikena. Ndonë se cilësoj si një gjë të mirë pasi edhe vetë banorët e kanë përzemër, ai nuk hezitoi të nxjerrë të zbuluar këtë detaj para gjithë publikut. Me shumë vetbesim në aftësitë e tij vëzhguese, Rogerti u shpreh pa doreza. Ledion, ti ke favorit vetëm Brikenën, dhe është gjë e mirë sepse të gjithë e kemi Brikenën. Jam lexues si gjuhës tonalitetit të zërit. Unë i di ato gjëra. Kjo gjë, apo kjo deklaratë e tij, ka shokuar të gjithë ndjekësit e formatit dhe ndonse të tjerë thonë se kjo është një gënjeshtër apo një mënyrë për të tërhequr vëmendje. Ka shikues të cilët e ndjekin dhe e përqafojnë të mendimet e tij. Dhe sipas tyre, me të vërtet Ledioni ka një pëlqim për Brikenën ose Brikena për të. Nuk dihet se sa e vërtet është kjo gjë, pasi të dy nuk kanë shprehur këtë ndjesi për njëri tjetrin. Megjithatë, aludimet dhe komentet do të vazhdojnë të jepen, por nuk ka asgjë zyrtare. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se deklarata e Rogertit për Ledionin mund të jetë e vërtetë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.